Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin e radhës. Zgjedhjet e përgjithshme të jashtëzakonshme mbahen me 28 dhjetor. Subjektet politike kanë dorëzuar listat për kuvend të Kosovës, në kuadër të saj është edhe lëvizja vetëvendosje, e cila garan me 110 kandidatë. Ndër këta kandidat është një nga profilet më të larta edhe një nga njohësit e arsimit, profesoresha Diana Çarkaxhiu. Përshëndetje, zonja Çarkaxhiu, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje dhe juve. Si erdhët deri tek vendimi për të hyrë garës zgjedhore? Jeni në listën e lëvizjes vetëvendosje, që vini nga subjekti alternativës. Vendimi im për të hyrë përsëri garës zgjedhore vjen nga bindja për ndryshimet. Ndryshimet të cilat vazhdimisht kërkojnë përkushtim, vazhdimsi dhe një zot fuqishëm. Duke llogaritur se zgjedhjet e 9 shkurtit sollën një numër të konsiderueshëm të qytetarëve që votuan në fuqinë dhe punën time të deritanishme, më bëri që unë të jem përsëri pjesë e kësaj gare, kuptohet me mirëkuptimin edhe të pjesës alternativës, kur jam pjesë e saj, dhe në listën zgjedhore që do të garojmë në zgjedhjet e 28 dhjetorit për këtë vit. E thatë në kërkim të ndryshimeve, ka nevojë për ndryshime edhe në lëvizjen vetëvendosje, në qeverisjen e saj, në punën e saj, në aktivitetet e saj? Kërkojmë vazhdimsinë në atyre ndryshimeve të cilat u bën për këto 5 vite. Dhe këto ndryshime që ta kenë validitetin e vetë, kërkojnë që ta kenë përsëri kryeministrin në krye për të vazhduar ato ndryshimet e mira të cilat u bën për këto 5 vite, kërkojnë vazhdimsinë. E vazhdimësia bëhet vetëm në këtë formë, duke qenë një pjesë e garës dhe duke triumfuar në masë të madhe në numrin e deputetëve të cilët na kërkohet të jenë. Të hysh në garë, të marrësh vendim për të hyrë në garë, ka çdo individ, çdo person ka objektivat, ka qëllimet, ka prioritetet të cilat synon në kuadër të kësaj gare dhe synon ulësën në kuvendin e Kosovës. Cilat janë prioritetet ose objektivat e juaja që synoni si deputete në kuvendin e Kosovës? Kuptohet se gjithmonë kërkojmë transparencë edhe më të madhe. Për këto 5 vite transparenca ka qenë në nivelin e lartë dhe duke synuar ulësen e deputetës, sigurisht se politika të tilla unë do të vazhdoj t'i përkroj dhe t'i forcoj edhe më tepër pjesën e llogaridhënies, pjesën që institucionet tona ta kenë validitetin mjaftueshëm. Edhe mbi gjitha, fokusi im do drejtohet në ngritjen e cilësisë në arsim, e cila është pike imja fort, të cilën e punoj për këto 30 e sa vite në institucionet publike dhe private. Keni qenë pjesë e listës zgjedhore edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit. Si shihni garën në kuadër të subjekteve politike, po ashtu është edhe një garë brenda subjektit që synon përkushtim, mobilizim në gjetjen e votuesve dhe mbështetësve të juaj tani në këtë rast personalisht. Gara gjithmonë është e madhe brenda subjektit tonë të lëvizjes vetëvendosje, duke llogaritur se kemi emra dhe persona që garojnë, emra kredibel, të cilët kanë dëshmuar për vite për punën dhe për kushtimin që e bëjnë në çdo fushë, e në veçantë edhe në pjesën e arsimit. Kuptohet edhe prej komunës ku ngaroj, nga komuna e Gjakovës, kemi mjaft kandidatë të cilët vinë prej asaj ane dhe të gjithë nga ata kanë potenciale për të arritur maksimumin e dëshiruar në numrat e votave të cilat neve na i kërkohet për të qenë pjesë e garës më tutje. Në subjektet apo në partitë politike të mëdha edhe konkurrenca është brenda subjektit, sepse numri i votave që duhet kalon 10.000, ta themi për faktin që secili. Ku është targeti i Diana Çarkaxhiut tek elektorati? Jeni njohës e arsimit, jeni marrë pothuajse të rjetë në këtë fushë, po ashtu keni qenë në digastere të ndryshme udhëhece në komunën e Gjakovës dhe më gjerë. Ku është targeti juaj? Ku synoni të gjeni elektoratin dhe mbështetësit e juaj? Elektorati im gjithmonë vjen nga fusha arsimit me mësimdhënës, drejtor shkollash, me të cilët kam bashkëpunuar në kohë të gjatë, e sidomos to 15 vitet e fundit. Po mbi gjitha është edhe pjesa e rinisë, e studentëve të cilët janë pjesë e kolegjit AB, me të cilët unë kam bashkëpunime
të qëndrueshme dhe përkraje të vazhdueshme për punën e tyre praktike e cila duhet bërë në terren. Gjithmonë duke u lidhur me pjesën e tregut punës që atyre ju duhet. Instruksionet e forta që jap janë në këtë pjesë dhe bashkëpunimi gjithsesi vjen edhe te kjo pjesë. Por mos harroj edhe pjesa e kolegëve të mi të cilët tash janë veç të pensionuar dhe unë vazhdoj t'i kem raportet e mira me ta, sepse ata ishin shtylla kryesore që mu më drejtuan që unë vazhdoj këtë rrugtim edhe politik. Ishin ata mbështetësit e mi kryesor të cilët kam pa potencialin tek unë dhe më kanë nxitur që unë vazhdoj punën në këtë pjesë, edhe pse jo të jem pjesë e garës edhe tek niveli lokal, po edhe tani në nivelin qendror për zgjedhjet parlamentare. Të jesh pjesë e garës zgjedhore, të kërkosh besim tek qytetari, është edhe puna, karriera, raportet, angazhimi juaj gjatë jetës. So keni mundër të arrini, të ngritni këtu raporte me qytetarët, me njerëz të ndryshëm, profile të ndryshme, fushave të ndryshme, që të keni çdo herë besimin e njerëzve në mbështetje. Unë punoj në fushën e arsimit nga viti 1990, prej atëherë unë kur kam diplomuar dhe gjithë puna ime, karriera ime ka filluar në përshkolla për të vazhduar më tutje edhe në institucionet nivelit të lartë. Gjithmonë kam ruajtur raporte të shëndosha me kolegët e mi dhe prej të cilëve kam mësuar mjaft shumë në jetën time. Nga puna, nga përvoja, nga aktivitetet, nga komunikimi që duhet bërë me secilën instancë të cilat vjen. Pjesën edhe të komunitetit të prindërve, studentëve, kolegëve, edhe kjo më ka bërë që unë të mësoj nga secili nga ta gjatë gjithë punës, që kam punuar drejt për drejt në fushën e arsimit. Po ndolëm të arsimi, si e shihni arsimin në këto vite në Kosovë, e posaçërisht arsimin publik? Po flas në qeverisjen e fundit për këto 5 vite, sa është udhëhequr nga qeverisja e lëvizjes vetëvendosje, ndryshimet kanë qenë mjaft të mëdha, ku fokusin kryesor mbi gjitha e kanë dhënë te themelimi i institucioneve parashkollore. Duke e forcuar këtë dikaster, ne gradualisht do të kemi ngritje të cilësisë në arsim. Sepse jo në masë të madhe kanë qenë të përfshirë fëmijët e grup moshave 0-5 apo dhe 5-6 në institucionet parashkollore. Duke u përfshirë kjo grup moshë e cila është bërë me një përkushtim të madh, duke u rivitalizuar shumë institucione në fokus të kopshteve në këtë drejtim, kanë bërë që gradualisht të punohet edhe më tepër, të rritet numri i fëmijëve pjesëmarrës drejt për drejt, dhe një element shumë i rëndësishëm ka qenë përfshirja e personave të cilët kanë mbështetur fëmijët me nevojat e veçanta. Përfshirja e asistentëve në institucionet tona, që ndoshta nuk është në masë të madhe e mjaftuar për numrin e fëmijëve që kemi në shkolla, gradualisht në qeverisjen Kurti 3 sigurisht edhe ky element do të plotësohet dhe do të arrihet. Sa është i rëndësishëm për fëmijën mësimi parafillor? Shumë i rëndësishëm. Unë punoj tani te kolegji AB në këtë pjesë, në këtë dikaster për kujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve të grup moshës 0 deri 5 dhe e shoh se interesimi edhe i studentëve është mjaft i lartë për të qenë pjesë dhe nismëtare e punës së këtyre fëmijëve. Duke ndikuar drejt për drejt tek puna e kësaj grup moshe, ne do të llogarisim për gjenerata dhe shumë më të suksesshme. Çfarë tjetër përpos arsimit parafillor është bërë këtë? Ka pasur kritika të ndryshme që ndoshta sektori apo fusha arsimit nuk po mund të ndryshohet për një kohë të shkurtër apo po dal shumë kohë, apo sektori i arsimit po është i pandryshuar në vazhdimsi. Kemi provuar gjitha subjektet politike në këto vite edhe lëvizjen vetëvendosje, por nuk kemi po ndryshime substanciale në arsimin prauniversitar pa përjashtuar universitar. Duke llogaritur hendekun e 20 viteve paraprake, është kohë dhe mund duhet kërkuar për të rivitalizuar gjërat. Programe të reja të cilat janë arritur të bëhen në kuadër të Universitetit Prishtinës, po dhe të atyre institucioneve private, bëjnë që ndryshimet dal nga dal po sjellin risitë e veta. Ministria e Arsimit në këtë periudhë kohore ka subvencionuar studentët të cilët studiojnë edhe jashtë vendit me fusha prioritare në pjesën e teknologjisë, duke i fuqizuar edhe vetë vajzat dhe gratë të cilat janë pjesë aktive e studimeve në këtë fushë. Dhe duke sjellë atë potencial përsëri mrapa në Kosovë, sigurisht se ndryshimet do të jenë të dukshme në fazën e 3 të qeverisë Kurti 3. Zonja Çokaxhi, nëse ndalem të shohim që në kuadër të arsimit jo të mirë, kemi parë që në Kosovë kanë emigruar shumë të rinj, kanë lënë vendin. A është mungesë kjo e politikave zhvillimore arsimore
sepse nuk ka ndërprej pothuajse që nga pas lufta deri në vitin 2025-26 vite pas luftës, ende është proces i shpërnguljes së terrenëve nga vendi. Po ashtu, duke ashtu që edhe kuadra të përgatitra e lëshojnë vendin që është edhe më dhëmshme dhe më shqetësuese. Duke llogaritur se për vite kemi qenë të mbyllur, duke mos e pas mundësinë të dalim jashtë, kjo ka bërë që momentin kur është bërë pjesa e liberalizimit të vizave, që lëvizja të jetë më e madhe. Ka shumë të rinj të cilët dalin për një kohë caktuar, një muaj, 2-3 sa ju lejohet dhe kthehen prapë mrapa. Por ka dhe të atill të cilët vazhdojnë studimet jashtë vendit me mënyrën më të mirë që të kthehen përsëri të kontribuojnë në shtetin e Kosovës. Ju thatë se po dalin edhe familjarë të cilët po synojnë të bëjnë diçka më të mirë, por kur ndalim dhe i pyesim ata, thonë se po dalin për gjeneratat e reja, për fëmijët e tyre, për një ndryshim tjetër. Megjithatë, mundësitë janë të pafundme brenda Kosovës për bërë ato eksplorimet të cilat i bëjnë dhe jashtë. Synoni ulsen e deputetës në Kuvendin e Kosovës. Çfarë mendoni? Mund të ndryshoni si deputete në Kuvendin e Kosovës, apo cilat janë pikat kryesore në arsim që do të fokusohej si njohëse e arsimit në mandatën e juaj të ardhshëm, kuptohet çdo herë nëse do të zgjidhni deputete? Sigurisht përsëri fusha ime prioritare do të ishte arsimi. Ato të cilat janë bërë deri më tani kërkojnë vazhdimsinë. E vazhdimësia ndryshe nuk bëhet me të tjerët. Duhet përsëri lëvizja vetëvendosje të jetë ajo e cila do t'i shpjej përpara gjithë ato projekte dhe programe që lidhen drejt për drejt me pjesën e arsimit, duke përfshirë mbi gjitha mirëqenjen e fëmijëve e tutje deri tek gjeneratat e reja, tek pjesa e sistemit universitar, i cili në vazhdimsi po sjell risi duke sjell programe të reja për të bërë më të mirën për fëmijët tanë, duke mosionuar që ata të dalin jashtë të studiojnë, po të jenë pjesë e universiteteve tona dhe programeve të cilat janë valide dhe mund të sjellin perspektivën për ta. A i duhen Kuvendit Kosovës profesionist, sepse në një formë ose formën tjetër, subjekti politik është abstrakt. Subjektin politik e ndërtojnë kadrat, e ndërtojnë profesionistët. A i duhen çdo subjekti politik, në këtë rast edhe lëvizjes vendosje, njerëz kadrë të profilizuar në drejtime të ndryshme për të shtyrë politikat zhvilluara në fusha të ndryshme. Lista jonë përfaqësohet nga profesionistë të fushave të saktuara, duke pas një diversitet të madh dhe si të tillë, duke qenë do të arrijmë ta bëjmë vazhdimsinë atyre ndryshimeve të cilat i kemi filluar 5 vite më herët. Kemi po shumë përplasje gjatë vitit 2025. Dikush e ka quajtur vit të humbur, dikush ngërç politik, por realisht në vitin 2025 po mbahen 4 palë zgjedhje. Lëvizja vetëvendose ka fajsuar subjektet ish opozitare kanë fajsuar lëvizjen vetëvendose. Cili është opinioni juaj në këtë drejtim që po shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme pa u formuar institucionet e vendit? Gjithmonë fajtorët fajsojnë të tjerët, në këtë rast ne kemi vrejtë edhe vetë si qytetarë, ndoshta themi se opozita ishte ajo e cila krijoi gjithë këtë ngërç politik. Sikur ata mos i them të binden, po të vinë pjesë e punës dhe do të kishim arritur që t'i bëjmë institucionet tona që nga shkurti i këtij viti. Tani është momenti që qytetarët të reflektojnë dhe të besojnë në gjitha ato punë të shkëlqyera të cilat janë arritur për këto 5 vite dhe ta bëjnë një kthesë pozitive. Të arrihet t'i bëjmë 500.000 zemra, ashtu sikur i kërkoni më herët, që në këtë formë të arrijmë të krijojmë një qeverisje brenda këtij viti 2025 dhe mos të mbetet sikur e thonë të tjerët ndoshta viti i humbur, po të jetë viti i suksesit. A do të thotë kjo që prapë nëse lëvizja vetëvendose nuk merr 500.000 vota, nuk do të kemi institucione, apo do të bjen alarme që rezultati zgjedhor thotë që duhet të ketë bashkëpunim mes forcave politike? Gjithsesi duhet kemi bashkëpunim me cila do forca politike, por i synojmë që ndoshta edhe vetëm të arrijmë atë më të mirën e dëshiruar për vendin tonë, që të formojmë qeverisjen brenda vitit 2025 në fund dhjetorit të vitit 2025. Fundi dhjetorit, 2 ditë para festës së vitit të ri, kemi zgjedhje. Shumë kush ka akuzuar lëvizjen vetëvendose posaçërisht edhe presidenten Osmani, që po mbahen për hir që është edhe mërgata diaspora këtu. Lëvizja vetëvendose llogaritet që ka mbështetjen më të madhe nga diaspora. Ku po gjen mbështetjen diaspora, televizja vetëvendose
dhe pse pikrisht lëvizja vetëvendosje llogarit çdo herë në votën e diasporës. Nuk ose llogaritet çdo herë në votën e diasporës, edhe ata janë pjesë e jona e përditshme. Sepse përmes komunikime që i bëjmë me familjarët e tyre, ata janë pjesë e përditshmërisë tonë. Ndoshta bashkarisht në 28 e tutje të festojmë bashkë me diasporën në festat e fundvitit edhe fitoren e madhe të lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu, ka zëra të ndryshëm të cilët njerëzit që jetojnë jashtë Kosovës nuk përballen me realitetin. Nuk përballen me mungesë të rrymës, nuk përballen me mungesë të ujit, nuk përballen me shportën financiare të çdo familje dhe përballen vetëm me emocionin apo nga larg që e kanë për vendet. E përmendë shportën, shporta kudo në botë edhe në Evropë edhe në Kosovë është thuja se gati e njëjtë. Lutrat e fundit në rajon e kanë bërë që kostoja e jetës të na shtrejtohet edhe neve dhe atyre. Kuptohet, ata nëse nuk janë drejt për drejt me ne, e thash edhe pak më parë, janë familjarët e tyre që janë të involvuar në një formë indirekte me ne dhe janë pjesë e jona gjatë gjithë kohës edhe diaspora. Megjithë pagat në vendet perëndimore ndallohen nga pagat në Kosovë. Edhe pagat në Kosovë gradualisht po shkojnë drejt rritjes. Në fillim të qeverisjes Kurti 2, paga minimale ishte 130-170 euro. Sot paga minimale arrin rreth vlerës 500 euro dhe do të thotë është trefishi i rritjes së saj, që bën që gradualisht vjen duke u përmirësuar edhe kostoja e jetës edhe në nivel vendi. Zonja Çerkezio, si do të garantoni para opinionit, para qytetarit të Republikës Kosovës që planet dhe premtimet e juaja i garantoni në atë që thare, në atë që premtoni, në takimet që keni, që Diana Çerkezio këtë që do të thotë, këtë do të shtynë, këtë kauz, këtë premtim, edhe nuk do të negocion në asnjë formë ose formë tjetër. Sa është e vështirë të mbahen fjalët apo njerëzit për fjalët e dhëna. Do të jemi zë i fuqishëm të gjithë ne që do të jemi pjesë e Parlamentit Kosovës dhe sigurisht gjithë ato projekte të mira që janë vlerësuar edhe nga të tjerët do të bëhen realitet, sepse vetëm ashtu ka mundësi Kosova të ecë përpara dhe të kemi një sinjal pozitiv edhe nga ndërkombëtarët dhe të tjerët. Si shihni apo cilat janë pritjet e lëvizjes vetëvendosje në këto zgjedhje? Do të ketë ndëshkim për këtë ngërç politik apo do të ketë rritje? Unë e vlerësoj se do të kemi rritje, sepse takimet me qytetarë që kemi filluar t'i bëjmë në këto ditë të fundit, e shohim një besim më ndryshe. Edhe ata të cilët nuk kanë qenë ndoshta pjesë e garës në zgjedhjet lokale së fundmi, e kanë parë se duhet bërë një mobilizim ndryshe nga ato të cilin e kemi pas. Mobilizimi besoj dhe shpresoj që do t'jetë edhe më i lartë edhe më i madh. Nëse qytetari rëndëmt thotë që ja po që ne ju votuam, ju dham votën dhe nuk patëm rezultate, nuk ishit të zot që të formoni institucione. Mund të përballeni me këso pyetje edhe tek elektorati juaj, po ashtu edhe tek qytetari rëndëmt. Edhe nëse do të ketë pyetje të tilla, sigurisht se rezultatet do të jenë shumë më pozitive se sa që edhe vetë qytetari kur e bën pyetje do t'i merr mbrapa. Jemi të bindur në fitoren tonë të radhës. Cili do të jetë premtimi publik, edhe pse s'kemi hyrë zyrtarisht, po në një farë formë është fushat parazgjedhore, premtimi publik që nuk do ta shkelni kurrë në asnjë formë dhe në asnjë variant. Cili do të ishte ky premtim i Diana Çerkeziot? Do të vazhdojmë këtë rrugtim të drejtë e cilin e kemi nisur për këto 5 vite, t'i shpijmë përpara sukseset për Kosovën tonë të dashur. Zonja Çerkezio, vini nga një regjon që është regjoni i Gjakubës, e thasha më herët keni punuar gjatë. Zgjedhjet, ligji për zgjedhje e bën që Kosova të jetë një zonë zgjedhore dhe cilat janë territoret, të cilat mendoni që do të ketë ndikim apo mbështetje më të madhe në ditën e zgjedhjeve. E mendoni për mua apo për juve personalisht, sepse vetëvendosja është subjekt që është nxjerrë. Gati si vetëvendosja dhe muj me thonë për vete. Duke llogaritur në zgjedhjet e 9 shkurtit, e kam parë se vota ime ka qenë cepëm cep të Kosovës, sepse fal angazhimit tim të cilin e kam bërë në zhvillimin profesional, trajnimeve të shumta të cilat i kam bajt për vite, nga viti 2010 e këndej, lidhjet e mia me komunitetin e mësimdhënësve e kam bërë që vota ime të jetë e shtrirë kudo, edhe në Prishtinë, edhe në Klinë, edhe në Malishev, e mos i përmendi, mos me speng pa i përmend edhe qytete tjera. Kam pas vota edhe në pjesën veriore të Mitrovicës, edhe në Kaçanik e Hantelezit, sepse janë ata komuniteti mësimdhënësve të cilët kam krijuar raportet mira, shoqërore,
dhe besoj në energjinë dhe pozitivitetin tim që mund t'ja sjell Parlamentit Kosovës. Zonja Xhakagju, faleminderit për kohën, ju urojmë suksesin nga ana zgjedhore. Faleminderit dhe juve për mundësinë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.